Konsumatorët në Iran po përballen me zgjedhje të vështira prej muajsh. Shumë prej tyre rrallë blejnë mishk këto ditë. Valuta kombëtare riali se ka më vlerën e dikurshme. Tani shumë thonë se nuk mund të blejnë as ushqimin bazik, bukën, së cilës deri në qershor shteti i vinte një çmim të përballueshëm. Një bukpjekës në Teheran i dërgoi një mesazh Radios Farda duke thënë se solidarizoi me klientët e tij përballë rritjes së çmimeve me të cilat po përballet edhe vet, duke thënë se qiraja i është shumë fishuar. Paga e punëtorëve është trefishuar. Uji, rryma, gazi dhe 10 produkte të tjera tani janë 100 herë më të shtrenjta. Prej vitesh Irani është përballur me inflacion kronik, por situata është përkecuar që nga nisja e luftës në shkurt, pas sulmeve ajrore të SBA-s dhe Izraelit. Çmimi i bukës është dyfishuar vitin e fundit dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar thotë se në përgjithësi çmimet në Iran u rritën për 130% gjatë muajit. Me inflacionin që pritet të arrijë në 69% gjatë këtij viti, shumë iranianë thonë se janë gjithnjë më të dëshpëruar. Një grua në Teheran tha se ajo shumë rrallë tani mund të blejnë mish, teksa i cilësoi çmimet të frikshme. Ne pothuajse nuk ha më jashtë dhe që një kohë të gjatë nuk kam bler asgjë për vete. Gjendja është shumë e keqe, ndonë se ne jemi në situatë më të mirë se shumë familje. Një tjetër grua në Teheran foli për gjendjen e shoqes së saj, e cila u detyrua të kthehej në shtëpinë e prindve sepse nuk mund ta paguante më qiran. Të gjitha parat që fitoni shkojnë për ushqim, vetëm për gjërat bazike. Ajo thotë se nuk mund t'i blej me as lodra fëmijës së saj. Teksa SBA dhe Irani po sqarojnë detajet e një marrëveshjeje për paqe, analistët thonë se nuk presin që ajo të ndikojë në zbutjen e krizës ekonomike në Iran në një të ardhme të afërt.